Merrni një gjethe aloe vera dhe jepni lam të mirë çdo problemi. Ja si ta përdorni. Aloe vera është ndoshta një nga mjetet më të rëndësishme bimore në kushtet aktuale të lëkurës dhe jo vetëm. Ajo mund të bëhet shkak edhe për elementet ushqyes që mund t'i ofroni shëndetit të lëkurës dhe të parandaloni edhe komplikacionet e saj. Aloe vera është një nga përzgjedhjet më të mira që mund të arrini të realizoni. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Në dobi të shëndetit gjithashtu edhe lehtësimin e komplikacioneve të ndryshme. Ndaj, shtimi aloe verës në përditshmërinë tuaj mund të kthehet në një element pozitiv në mbrojtjen e organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve. Në fakt, aloe vera e bën lëkurën tuaj më të shëndetshme, më të mbrojtur dhe më pak të prekur nga problemet e rrezëve të diellit dhe jo vetëm. Ajo mund të ofrojë edhe shumë përfitime të rëndësishme për ju. Në këtë video, sipas brajtësajt, do të rëndisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nga shtimi i aloe verës në përditshmërinë tuaj. Aloe vera është një përzgjedhje shumë e mirë kundër problemit të djegjeve. Për djegjet e vogla mund të përdorni xhelin e aloe verës në zonat e prekura ta lyeni her pas here. Ju gjithashtu do të keni nevojë për më shumë mbrojtje për lëkurën tuaj dhe këtë mund të arrini ta realizoni fare lehtë me përdorimin e aloe verës. Aloe vera është një bimë e cila do t'i japë rezultate mjaft të mira mbrojtëse edhe kundër djegjeve nga dielli. Nëse doni të mbroni lëkurën tuaj nga dielli, atëherë mund të përdorni aloe verën. Ndërsa aloe vera ndihmon nga djegjet e shkaktuara nga dielli, po ashtu, burimi i ulëntimeve tregon se ajo mund të jetë një faktor shumë i mirë mbrojtës i lëkurës suaj, në mënyrë që të parandalohet krijimi i dëmtimeve të saj, sidomos nga rrezet e forta të diellit. Aloe vera është një bimë fantastike e cila mund të ofrojë mbrojtje të çarjeve të lëkurës. Nga shkalla e ndryshme e çarjeve të saj mund të arrini të realizoni një recetë fantastike të hidratimit të lëkurës. Nëse keni lëkurë të thatë, në ndihmë mund t'ju vijë aloe vera. Xheli aloe verës mund të lehtësojë gjithashtu problemet tuaja të lëkurës dhe ta bëjë atë të jetë më e shëndetshme dhe gjithashtu edhe më e mbrojtur. Megjithatë, duhet ta përdorni vetëm nën kujdesin e duhur dhe në mënyrë të saktë. Në këtë mënyrë do të arrini të parandaloni edhe dehidratimin e saj. Megjithatë, ajo mund të ndihmojë lëkurën tuaj të mos qëndrojë e thatë dhe mbi të gjitha të jetë edhe më e shëndetshme. Por aloe vera nuk mund të përdoret vetëm në trajtimet e bukurisë. Rezultatet që do të merrni prej saj do të jenë fantastike. Atë mund ta përdorni edhe në formën e vajit. Vaji i aloe verës përmban shumë antioksidant, siç janë vitamina C, vitamina E, vitamina B, gjithashtu proteina, minerale, polisakaride, enzima dhe acide të ndryshme të cilat do të ofrojnë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të lëkurës dhe jo vetëm. Aloe vera mund të ofrojë një mbrojtje më të mirë të shëndetit të stomakut. Vaji i aloe verës ka shumë avantazhe kundër inflamacioneve. Ai gjithashtu ndihmon në oksigjenimin e gjakut dhe ndihmon qelizat të mbrojnë në sistemin tuaj tretës. Ky vaj është veçanërisht i dobishëm për të trajtuar gjithashtu sindromën e zorrës së irrituar, konstipacionet edhe problemet e acidit. Aloe vera është një bimë që mund të japë rezultate fantastike edhe në mbrojtjen tuaj të lëkurës kundër shenjave të ndryshme. Vaji i aloe verës mund të përdoret për lehtësimin e problemeve të lëkurës dhe të parandalojë gjithashtu edhe shenjat e tyre. Vaji mund të ndihmojë në zgjerimin e kapilarëve duke i mbajtur ato më të shëndetshme dhe duke parandaluar kështu komplikacionet tuaja të lëkurës. Përdorime të tilla të aloe verës do të ndihmojnë të keni një lëkurë pa shenja. Vaji i aloe verës gjithashtu mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë edhe për të përmirësuar sistemin tuaj imunitar. Aloe vera përdoret për të mbajtur nën kontroll problemet e imunitetit dhe të lehtësojë gjithashtu edhe dëmtimet e saj. Nëse e përdorni aloe vera në përditshmërinë tuaj, përgatituni të merrni një deodorant të mirë natyral. Aloe vera mund ta përdorni për të përgatitur receta natyrale
për të larguar papastërtitë e lëkurës suaj dhe për të sjellë gjithashtu rezultate më të mira ushqyese të saj. Nëse doni të largoni aromat e këqija që ka lëkura juaj, në ndihmë mund t'ju vijë gjithashtu përdorimi i aloe verës dhe jo vetëm. Aloe vera gjen përdorime të mira edhe në parandalimin e komplikacioneve. Bima aloe verës përmban çuditërisht nivele shumë të larta të antioksidantëve. Këto të fundit luftojnë radikalet e lira përgjegjëse për plakjen dhe dëmtimin e qelizave, sidomos në trup duke i shkaktuar atij edhe një dëmtim vërtet të madh. Mosha e bimës së aloe verës ka një rëndësi vërtet të madhe sepse sa më e vjetër të jetë ajo, më shumë element ushqyes përmban në betejën kundër radikaleve të lira. Aloe vera është një bimë shumë e mirë e cila do t'japë rezultate fantastike edhe në mbrojtjen e shëndetit tuaj dhe në përmirësimin e sistemit tuaj tretës. Aloe vera përmban 8 lloje të ndryshme të enzimave që bëjnë mrekulli për tretjen. Veçanërisht enzimat që ndodhen te aloe vera ndihmojnë në coptëzimin e sheqerit dhe yndyrnave të cilat shkaktojnë edhe probleme me tretjen. Aloe vera përmban edhe enzima aminoacide thelbësore. A i dini se aloe vera përmban 19 nga 20 aminoacidet më të rëndësishme natyrale që kërkon trupi i njeriut. Trupi ynë prodhon vetëm 12 nga këto aminoacide të domosdoshme, të tjerat mund të merren përmes konsumit të pijeve dhe ushqimeve siç janë edhe aloe vera. Aloe vera ndihmon të keni një shëndet më të mirë të lëkurës. Të gjithë kemi dëgjuar për mrekullinë që bën uji mineral në make-up, por ju mund të mos e dini se aloe vera përmban 10 prej mineraleve më të fuqishme që i duhen lëkurës. Minerale kyçe të tilla si kalciumi, kromi, bakri, hekuri, magnezi, mangani, fosfori, natriumi dhe zinku gjenden te bima aloe verës. Ndaj përdoreni këtë të fundit për të pastruar fytyrën në mënyrë që të dukeni prerë të reja dhe me një shkëlqim më të mirë të lëkurës. Aloe vera është një bimë shumë e mirë kundër problemit të akneve. Për shkak të përmbajtjes së mineraleve, një prej të cilave është edhe zinku, i cili ka rol kryesor në produktet e bukurisë, aloe vera mund të ndihmojë në zhdukjen e akneve. Zinku redukton yndyrnat natyrore që prodhon vetë lëkura. Disa studime këshillojnë që aknet krijohen si pasojë e mungesës së zinkut. Aloe vera mund të paksojë gjithashtu edhe dëmtimet e lëkurës. Aloe vera përmban enzima të rëndësishme që ndihmojnë lëkurën të jetë më e shëndetshme dhe më e mbrojtur, dhe përdorimi i saj me kujdes në përditshmërinë e rutinave tuaja mund të jetë një nga përzgjedhjet më të mira ushqyese për mbrojtjen e lëkurës. Përdorime të tilla të aloe verës do ta bëjnë atë një prej recetave më të mira edhe në rigjenerimin e lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve. Aloe vera pakson gjithashtu edhe dhimbjet. Aloe vera përmban enzima dhe në veçanti është shumë e mirë në luftën kundër problemeve të dhimbjeve. Ajo përmban gjithashtu enzimën iskinase dhe ndihmon edhe në zvogëlimin e inflamacioneve dhe dhimbjeve të trupit. Përdorime të tilla të aloe verës do ta bëjnë atë një prej përzgjedhjeve më të mira dhe më të mençura në dobi të shëndetit tuaj të lëkurës dhe parandalimin e komplikacioneve të saj. Se doni të merrni përfitimet e kësaj bime, sugjerohet ta përdorni atë me kujdes dhe në përditshmërinë e dietave tuaja. Kështu, ndikimi i aloe verës në shëndetin tuaj do të jetë i menjëhershëm dhe i drejtë për drejtë. Ekspertët këshillojnë gjithashtu përdorimin e aloe verës si një prej përzgjedhjeve më të mira ushqyese në mbrojtjen e shëndetit të lëkurës dhe lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Aloe vera është një bimë që do të rregullojë lëkurën nga dëmtimet e qelizave dhe do ta mbajë atë më të shëndetshme edhe më të mbrojtur. I ftohti shpesh shkakton edhe sëmundje që shkaktojnë dëmtimin e lëkurës, duke bërë që ajo të pësojë ndryshime të befta. Ekspertët këshillojnë që aloe vera mund të përdoret si një rigjeneruese shumë e mirë e shëndetit të lëkurës, për sa kohë ajo është natyrale dhe nuk përdoret në mënyrë të gabuar. Aloe vera ka veprime të mira anti-inflamatore dhe ndihmon edhe në rritjen e flokut tuaj më të shëndetshëm. Ndaj përdorimet të tilla të kësaj bime do të jenë ana e tyre pozitive më e mirë në betejën kundër komplikacioneve dhe rritjen e rezistencës së shëndetit tuaj.
Aloe vera ndihmon në rritjen tuaj të flokut në shëndetin e tyre më të mirë, duke rritur kështu qarkullimin e gjakut në skalpin e kokës. Enzimat përbërëse që gjenden te aloe vera mund të jenë të pasura me lëndë të dobishme që balancojnë pH-in e flokut tuaj dhe ndihmojnë që të keni një flok më të shëndetshëm dhe më të rigjeneruar. Ekspertët këshillojnë në një zëri se aloe vera duhet të jetë pjesë prezente e dietave tuaja. Përsa ko ajo përdoret nën kujdesin e dur dhe nën mbikëqyrjen e një eksperti, do t'japë rezultate fantastike në mbrojtjen e shëndetit. Aloe vera është një bimë e cila mund të sjellë shumë përfitime. Përdoreni gjithmonë me kujdes dhe përgatituni të merrni një prej elementeve më të mirë ushqyes në dobi të shëndetit dhe lehtësimin e komplikacioneve tuaja. Vëmendje: ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.